Horoskopi ditor e Mërkur 1 tetor 2025. Dashi. Rreshtimi planetar sugjeron një ditë të mbushur me potencial në përpjekjet profesionale. Ndikimi i hënës në sektorin tuaj të komunikimit ju inkurajon të shprehni idetë tuaja qartë dhe me guxim. Projektet bashkëpunuese shkëlqejnë ndërsa puna në grup sjell perspektiva të reja. Në frontin personal, merrni në konsiderat shëndetin e marrëdhënieve tuaja. Adresimi i çdo problemi të mbetur me ndershmëri do të forcojë lidhje. Ndihma fizike është në qendër të vëmendjes. Kanalizoni energjinë tuaj dinamike në një rutinë stërvitjeje që energjizon dhe freskon. Mbani një sy në financat tuaja, pasi mund të lindin mundësi të papritura për investime. Besojini instinkteve tuaja, por qëndroni të hapur ndaj këshillave të ekspertëve. Emocionalisht, jepni përparësi vetë reflektimit për të kuptuar më mirë aspiratat tuaja të thella. Mbrëmja premton paqe nëse kalohet në shoqërinë të dashurve, duke ofruar një ekuilibër të përsosur për ngarkesën e ditës. Përqafoni energjinë e gjallë të sotme dhe kapni mundësitë që përputhen me ambiciet dhe qëllimet tuaja të rritjes personale. Demi. Përgatit terrenin për vetanalizë dhe rritje, duke ju inkurajuar të vlerësoni qëllimet tuaja. Dielli në sektorin tuaj rutinë gjallëron aktivitetet e përditshme, duke ju shtyrë të rrisni produktivitetin dhe të përmirësoni proceset. Venusi harmonik përqendrohet në sferën tuaj shtëpiake, duke nxitur një atmosferë ushqyese në shtëpi. Angazhohuni në biseda kuptimplote me familjen, të cilat sjellin rehati dhe qartësi. Profesionalisht, qasja juaj metodike tërheq vëmendje pozitive, duke çuar potencialisht në mundësi të reja. Financiarisht, është një ditë e mirë për të rivlerësuar investimet afatgjata. Kujdesi ndaj blerjeve impulsive mbetet i mençur. Sa i përket shëndetit, integrimi i teknikave të relaksimit si meditimi ose yoga në ditën tuaj do të jetë i dobishëm në menaxhimin e stresit. Kreativiteti rrjedh pa mundim, veçanërisht në projektet personale. Prandaj jepini vetes kohë për të eksploruar çdo prirje artistike. Përfundoni ditën duke u kënaqur me kënaqësi të thjeshta, duke u siguruar që jeni të qëndrueshëm dhe të gatshëm për sfidat e ardhshme. Binjakët. Përqafojeni energjinë dinamike që sjell 1 tetori 2025. Hëna në shenjën tuaj nxjerr në pa komunikimin, duke lehtësuar dialogët që zbulojnë mundësi emocionuese. Krijimi i rrjeteve mund të çojë në lidhje të vlefshme profesionale. Prandaj jeni të hapur për të marrë pjesë në ngjarje ose takime që zgjerojnë rrethin tuaj. Në sferën e romancës, ndershmëria dhe hapja duhet të udhëheqin ndërveprimet tuaja. Qoftë beqar apo i lidhur, parafrimi me vlerat tuaja më të thella forcon lidhje. Kreativiteti është në kulmin e tij. Angazhohuni në aktivitete që lejojnë vetëshprehjen. Financiarisht, disiplina është çelësi. Rishikoni buxhetin tuaj për të siguruar stabilitet, por mos e neglizhoni potencialin për shpërblime përmes rreziqeve strategjike. Sugjerohet një qasje e ekuilibruar ndaj shëndetit. Ushqeni trupin dhe shpirtin tuaj duke eksploruar receta të reja ose rutina stërvitjeje. Orët e mbrëmjes premtojnë paqe dhe qetësi, perfekte për meditim ose lexim të lehtë. Planifikoni lëvizjen tuaj të ardhshme në karrierë ose qëllimin personal ndërsa mbështeteni në energjitë e gjalla të sotme. Kushtojini vëmendje frymëzimit nga vendet të papritura. Ato mund të mbajnë çelësin e ndjekjeve tuaja aktuale. Gaforria. Gjeni ekuilibrin ndërsa ndikimet kozmike inkurajojnë vetanalizën. Me hënën që forcon në ndërgjegjen tuaj, zhytuni në rrymat nëntoksore emocionale që nxisin ambiciet tuaja. Profesionalisht, rregullimet delikate në strategji mund të sjellin përparim të konsiderueshëm. Besojini instinkteve tuaja, veçanërisht në mjediset bashkëpunuese. Financiarisht, këshillohet kujdes, shmangni shpenzimet impulsive dhe përqendrohuni në kursimet në rritje ose investimet e kujdesshme. Në marrëdhëniet personale, një qasje dhëmshur forcon lidhjet. Drejtohuni te dikush që mund të ketë nevojë për mbështetjen tuaj. Shëndeti është parësor tani. Prioritizoni praktikat e kujdesit për veten, të tilla si vëmendja ose ushtrimet e buta për mirëqenie holistike. Kreativiteti shfaqet në mënyra të papritura, duke ofruar mundësi për shprehje dhe lehtësim të stresit. Mbrëmja ofron qetësi, duke ju lejuar hapësirë për të reflektuar dhe për të vendosur qëllime për përpjekjet e ardhshme. Takimet shoqërore rezultojnë gjallëruese, por sigurohuni që t'i balanconi ato me momente vetmie. Shfrytëzoni energjinë transformuese të ditës për të ushqyer udhëtimin tuaj të rritjes personale dhe për të kultivuar vetëdije më të thellë. Luani. Dita e re ofron shtigje për kreativitet dhe leadership.
ndërsa dielli ndriçon shtëpinë tuaj komunikuese. Idetë tuaja të artikuluara mirë fitojnë admirim. Përfitoni nga ky ndikim duke shfaqur talentet tuaja në takime ose seanca shkëmbimi idesh. Me Venusin që përmirëson jetën tuaj shoqërore, kapni mundësitë për të forcuar lidhjet. Ndjekjet romantike favorizohen, dialogu i hapur me partnerin ose partnerët tuaj të mundshëm mund të çojnë në intimitet më të thellë. Megjithatë, keni kujdes nga kthesa dramatike. Balanconi pasionin me praktikën. Financiarisht, qëndroni të informuar dhe sigurohuni që burimet tuaja të drejtohen me kujdes. Sa i përket shëndetit, angazhohuni në aktivitete që e mbajnë gjallë shpirtin tuaj të gjallë. Një sfidë e fitnessi mund të jetë motivimi që kërkoni. Projektet krijuese marrin mbështetje kozmike. Prandaj kënaquni me anën tuaj artistike duke eksploruar mjete të paprovuara. Ndërsa afrohet mbrëmja, përqendrohuni në relaksimin me aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj, duke ofruar mirënjohje për arritjet e ditës. Karizma juaj e zjarrt është e pamohueshme dhe kur kanalizohet sakt, hap dyert për mundësi përmbushëse. Virgjëresha. Agimi i ri mbërri me një thirrje për të prioritizuar si profesionin ashtu edhe mirëqenien. Dielli energjizon shtëpinë tuaj financiare, duke ju nxitur të vlerësoni strategjitë e buxhetimit dhe planet financiare. Rritja profesionale është e arritshme, por kërkon përkushtim dhe mendim inovativ. Venusi thekson jetën në shtëpi, duke sugjeruar përmirësime ose ndryshime që sjellin rehati. Angazhohuni në dialogje konstruktive me të dashurit. Kjo forcon harmoninë në familje. Shëndeti nuk duhet të lihet pas dore. Merrni në konsiderat integrimin e të ushqyerit të ekuilibruar dhe ushtrimeve të rregullta në rutinën tuaj për kulmin e vitalitetit. Në aspektin shoqëror, yjet ju udhëzojnë të rilidheni me miqt ose të merrni pjesë në ngjarje të komunitetit që premtojnë kënaqësi dhe përmbushje. Romanca mund të shfaqet në mënyra delikate. Kushtojini vëmendje gjesteve dhe fjalëve që zbulojnë ndjenja të vërteta. Përdorni aftësitë tuaja analitike për të zgjidhur sfidat që lindin, por qëndroni fleksibël për të përshtatur planet kur është e nevojshme. Ndërsa dita ikën, reflektoni mbi qëllimet e arritura dhe planifikoni hapat përpara me saktësi, duke hapur rrugën për përparim dhe stabilitet të vazhdueshëm. Peshorja. Vendosni një ton harmonik ndërsa Venusi hieshon shenjën tuaj, duke rritur karizmën personale dhe duke tërhequr vullnetin e mirë. Është një kohë e përkryer për të krijuar ose forcuar marrëdhënie, si romantike ashtu edhe profesionale. Angazhohuni në dialogje kuptimplote që nxisin mirëkuptimin. Dielli ndriçon sektorin tuaj të shprehjes së vetvetes, duke ofruar një nxitje në kreativitet, ndiqni artin, muzikën ose përpjekjet e shkrimit që kanë njehon. Strategjizoni profesionalisht për të shfrytëzuar mundësitë që përputhen me aspiratat tuaja afatgjata. Financiarisht këshillohet maturia, megjithse kënaqësitë e vogla mund të jenë të dobishme. Shëndeti përfiton nga ekuilibri. Prandaj mbani një rutinë që ushqen si trupin ashtu edhe mendjen. Përqafoni zgjidhje inovative për sfidat që lindin sot. Përshtatshmëria është aleati juaj. Ndërveprimet shoqërore janë të dobishme, por mos harroni të rezervoni kohë për vetanalizë. Mbledhjet e mbrëmjes paraqesin gëzime dhe lidhje që janë vërtet përmbushëse. Reflektoni mbi rritjen personale dhe festoni sukseset, të mëdha apo të vogla, ndërsa gjeni ekuilibër në përvojat e larmishme të ditës. Akrepi. Inkurajon vetanalizën dhe ripërtëritjen. Energjia reflektuese e sotme jufton të eksploroni aspekte më të thella të vetëdijes. Shkruani në ditar ose meditoni për të zbuluar të vërtetat e brendshme. Dielli nxjerr në pah potencialet e karrierës, duke ju shtyrë të rivlerësoni qëllimet dhe të kapni mundësitë me qartësi. Përdorni të menduarit strategjik për përparim me ndikim. Financiarisht këshillohet kujdes, keni parasysh qëllimet afatgjata përpara shpenzimeve spontane. Në marrëdhënie, transparenca është kritike. Nxisni dialogje të hapura për të forcuar këto lidhje. Ndikimi delikat i Venusit sugjeron rishikimin e miqësive të kaluara, pasi ato mbajnë qelsat e rritjes së ardhshme. Shëndeti nuk duhet të lihet më njanë. Jini proaktiv në menaxhimin e stresit dhe aktivitetin fizik. Përpjekjet artistike sjellin gëzim, e ushqejnë këtë anë me ndjekje krijuese. Orët e mbrëmjes ftojnë qetësinë përmes aktiviteteve të qeta ose momenteve familjare, duke ju lejuar të rimbushni energji. Në përgjithësi, dita juaj mishëron transformimin, përqafoni ndryshimin, mësoni nga përvojat dhe hapni me besim drejt aspiratave. Të armatosur me mençurinë e fituar përmes udhëtimit introspektiv të sotëm. Shigjetari.
Dita e re ju ofron një shans për të zgjeruar horizontet dhe për të kërkuar përmbushje. Rreshtimi qiellor amplifikon kuriozitetin tuaj të lindur dhe dëshirën për aventurë, duke ju nxitur të eksploroni rrugë të reja si në arenat personale, ashtu edhe në ato profesionale. Ndjekjet arsimore ose planet e udhëtimit fitojnë vrull, duke ofruar njohuri dhe pasurim. Profesionalisht, jeni në një pozicion të shkëlqyer për të zgjeruar rrjetin tuaj. Përqafoni bashkëpunimet që sjellin ide të ndryshme. Financiarisht, është e mençur të menaxhoni burimet me kujdes pavarësisht perspektivave tërheqëse. Në dashuri, ndershmëria dhe humori lehtësojnë ndërveprimet, duke rritur lidhjet emocionale. Shëndeti përfiton nga një ekuilibër i aktivitetit dhe pushimit. Prandaj sigurohuni që orari juaj t'i akomodojë të dyja. Nga ana krijuese, dita është optimale për të lexuar ëndrat ose për të vendosur qëllime afatgjata. Ndërsa mbrëmja bie, kërkoni angazhime shoqërore ose kohë të qetë me një libër të mirë. Energjia dinamike e ditës inkurajon rritjen. Prandaj shfrytëzojeni atë për të rafinuar planet, me një zemër dhe mendje të hapur, gati për mundësitë e gjera të botës. Britsjapi. Fokusi dhe përkushtimi shënojnë një tetorin 2025. Energjitë qiellore favorizojnë ambicjet e karrierës, duke ju nxitur të rivlerësoni qëllimet dhe të zbatoni plane strategjike. Dielli ndriçon zonat financiare, duke këshilluar maturin në investime dhe kursime. Konsideroni partneritete që përputhen me aspiratat tuaja afatgjata, pasi bashkëpunimet rezultojnë të frytshme. Venusi hijeshon sektorin tuaj shoqëror, duke sugjeruar ndërveprime harmonike si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Përdoreni këtë kohë për të forcuar lidhjet. Bisedat kuptimplote mund të transformojnë marrëdhënie. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj detajeve. Mbani rutina të qëndrueshme që ushqejnë trupin dhe mendjen. Ushtrime që lehtësojnë stresin, të tilla si yoga ose pilates, rrisin mirëqenien. Kreativiteti gjen shprehje në aktivitete të strukturuara. Prandaj përcjellni njohuritë tuaja përmes shkrimit ose organizimit të hapësirës. Takimet profesionale dhe shkëmbimi i ideve sjellin përparime, me kusht që të qëndroni të hapur ndaj reagimeve. Ndërsa dita mbaron, relaksohuni në mjedise të qeta, duke menduar për arritjet dhe duke planifikuar hapat e ardhshëm. Disiplina e përqafuar sot hap rrugën për arritje shpërblyese dhe përmbushje personale. Ujori. Dita e re ju fton të eksploroni qasje inovative ndaj sfidave të njohura. Dielli energjizon sektorët tuaj arsimor dhe të udhëtimit, duke nxitur mësime dhe eksplorime të reja. Ndërsa kurioziteti ju çon drejt ideve të reja, balancojeni atë me të njohurën për të shfrytëzuar plotësisht mundësinë. Profesionalisht, depërtimi jashtëzakonshëm fuqizon projektet. Ndani mendimet tuaja vizionare për punë ekipore me ndikim. Venusi pasuron ndjekjet tuaja shpirtërore. Koha e kaluar me vetreflektim ose përpjekje krijuese rrit mirëqenien emocionale. Përgjegjësia financiare është e mençur pavarësisht sipërmarrjeve joshëse. Konsultohuni me mentor të besuar për këshilla të shëndosha. Në çështjet personale, hapja dhe humori gjallërojnë marrëdhëniet, duke sjellë gëzim dhe mirëkuptim. Sa i përket shëndetit, diversifikoni rutinën tuaj me aktivitete të reja që ju gjallërojnë. Mbrëmjet janë të përshtatshme për angazhime në grup ose meditim të qetë. Të dyja ofrojnë kënaqësi unike. Vallëzoni me energjitë adaptueshme të sotme, duke lejuar udhëzimin intuitiv për të pasuruar vendimet, duke hapur rrugën si për ndriçim personal ashtu edhe për rritje profesionale në masë të barabartë. Peshqit. Këtë ditë peshqit theksojnë spiritualitetin dhe thellësinë emocionale. Harmonizimi i sotëm nxit intuitën, duke e bërë atë një ditë ideale për reflektim dhe kërkim të vetes. Praktikat meditative rrisin paqen dhe ofrojnë qartësi. Kërkimi i vetmisë sjell njohuri. Profesionalisht, përqendrohuni në partneritete, ushqeni projekte bashkëpunuese që premtojnë të rriten. Financiarisht, trajtojini çështjet me kujdes për të ruajtur stabilitetin. Universi sugjeron marrëdhënie shëruese. Ndershmëria dhe dëmshuria ju udhëzojnë të ndreqni ankesat e kaluara. Përfitimet shëndetësore nga praktikat holistike. Integroni të ngrënit e vetëdijshëm dhe aktivitetet për uljen e stresit në ditën tuaj. Kreativiteti rrjedh natyrshëm, duke ju ftuar të eksploroni shprehje të reja artistike ose të rishikoni zanatet hobi. Orët e mbrëmjes inkurajojnë ndërveprimet paqësore me të dashurit ose zhytjen në një roman magjepsës. Energjitë e ditës favorizojnë transformimin, duke ju nxitur të përqafoni ndryshimet me hir. Lejoni që kjo periudhë qetë të informojë qëllimet,
duke nxitur rritjen personale ndërsa hyni me besim në mundësitë e gjera që ju presin nesër. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.